pluhurin e pafund të historisë. Fjalët e njerëzve shpesh humbasin me erën. Perandorit ngrihen dhe bien, mbretërit harrohen, por ka fjalë që janë ruajtur me gjak, me mund dhe me një kujtesë që sfidon kufitë e mendjes njerëzore. Thot tas Kuranit famlarës, një libër tjetër planohet sigurimin më i saktë së vërtetës për miliona musliman në mbar botën. Autori i tij nuk ishte profet, nuk ishte sultan, a ishte një jetim nga periferia lindore e kalifatit Abbasid. Bota e njeh si emiri i besimtarve në hadith. Ai është Muhammed ibn Ismail el-Buhariu. Por, për të kuptuar madhështinë e tij, duhet të kthehemi pas në kohë. Në vitin 194 të Hijretit, në qytetin e lashtë të Buharas, aty ku karvanet e rrugës së Mëndafshit ndalojnë për të shuar etjen. Buharaja e shekullit të 3 Hijri nuk ishte thjesht një qytet, ishte një nyje tregtie dhe dijeje, një tokë ku librat dhe njerëzit udhëtonin së bashku. Në 13 të muajt Sheval, pas namazit të xumas, në shtëpinë e një njeriu të devotshëm, Ismailit, lindi Muhamedi, i cili për botën do të bëhej i famshëm me titullin Imam Buhariu. Babai i tij, Ismaili, ishte një burr i ditur që kishte shtrënguar duart me dietar të mëdhenj si Imam Maliku dhe Hamad bin Zeidi radiallahu anhuma. Por vdekja e mori herët, duke lënë Muhamedin jetim nën kujdesin e nënës së tij. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, Muhamedi i vogël u godit në një sëmundje e rëndë e cila i mori shikimin. Imagjinoni një fëmijë pa hijen e babait dhe pa dritën e syve. Bota për të duhet të ishte vetëm errësirë, një terr i pafund. Megjithatë, ai kishte një armë më të fortë se syt. Kishte lutjen e nënës së tij, një grua e hekurt në besim e cila nuk u dorëzua asnjëherë. Ajo lutej çdo natë dhe mbytej në lot duke ju përgjëruar Zotit të dritës që t'i kthente dritën e syve djalit të saj. Dhe një mëngjes ndodhi mrekullia. Thuhet se ajo pa në ëndër profetin Ibrahim a.s., i cili i tha me butësi: Allahu ja ktheu syt djalit tënd për shkak të lotëve të tu. Drita u kthye dhe bashkë me të u ndez një mendje gjeniale e cila shumë shpejt do të habiste botën. Historia e Buhariut nuk është një histori e thjesht suksesi. Është histori e disiplinës dhe përkushtimit. Që në moshë të vogël, ai zhvillon një instinkt të rrallë. Kujtesa e tij ishte fotografike. Ai nuk harronte asgjë që dëgjonte. Në moshën 10 vjeçare, Muhamedi filloi të korrigjonte mësuesit e tij në zinxhirët e transmetimit të haditheve. Ai ishte një gjini i vogël që ecte mes radhëve të dijes me sigurinë e një burri të pjekur. Në rrethet e dijes, ai rrinte më shumë se të tjerët, dëgjonte më gjatë, shkruante pa u lodhur, i krahasonte rrugët e transmetimit një nga një me përpikëri kompjuterike. Por Buharaja ishte shumë e vogël për etjen e tij. Viti 210 Hijri shënoi kthesën e madhe. Së bashku me nënën dhe vëllain e tij më të madh, Ahmedin, ai u nis drejt zemrës së botës islame për haxh. Kur kryen haxhin dhe familja u bë gati të kthehej në Buhara, Muhamedi i ri vendosi të qëndronte. Kështu, ai qëndroi për një kohë në Mekë, e më pas shkoi në Medine, duke nisur një udhëtim që do ta çonte nga malet e Khorasanit në rrugicat e Bagdadit, nga Basra deri në brigjet e Egjiptit, Shamit dhe Hijazit. Në një epokë ku udhëtimi ishte plot rreziqe, ai e ktheu atë në mision. Fama e tij u përhap si era, dhe siç ndodh rëndom, fama solli zilin. Sprova e tij më e madhe intelektuale do të ndodhte në Bagdad, në metropolin e shkencës dhe filozofisë. Dietarët e Bagdadit, skeptik ndaj djaloshit që vinte nga Buharaja, vendosën ta sprovonin në publik, një test që do të thyente çdo mendje të zakonshme. Në xhaminë e madhe, përballë qindra studentëve, u ngritën 10 dietar. Ata kishin përgatitur 100 hadithe, por të manipuluar.
Kishin marrë tekstin e një hadithi dhe I kishin gjitur zinxhirin e transmetimit të një tjetri, një lëmsh I qëllimshëm të cilin vetëm një gjeni mund ta zgjidhte. U ngriti pari dhe lexoi 10 hadithe. Për çdo hadith, Buhariu përgjigjej me qetësi. Nuk e njoh këtë. Njerëzit filluan të përshpëritin. Ky na qen ka dietar I madh? Ai nuk di asgjë. U ngriti dyti, I treti, e me radhë, derisa mbaruan 100 hadithe. Në fund, Imam Buhariu ngrit dhe mori fjalën me një qetësi tronditse. Ai u drejtua të parit dhe I tha: "Sa I përket hadithit tënd të parë, ti e the kështu, por e sakta është kështu. Zinxhiri që përmende I takon këtij teksti tjetër." Ai recitoi përmendësh të 100 hadithet e gabuara dhe pastaj dha versionin e saktë për secilin. Ai zgjidhi lëmshin, fije për fije. Atë ditë, Bagdadi u përkul. Ata kuptuan se nuk kishin përballë një njeri të zakonshëm, por një mrekulli të kujtesës që Zoti ja kishte dhuruar këtij umeti. Udhëtimet e tij nuk ishin turistike, ishin gjueti e fjalëve të profetit Muhammed a.s. Ai takoi mbi 1000 njerëz të hadithit, shkroi natën në dritën e hënës kur I mbarohej vaji I kandilit, duroi urinë, tëftotin e maleve dhe të nxehtin e shkretëtirës. Dhe gjithçka e bëri sepse kërkonte vetëm ata që besonin se besimi është fjalë dhe vepër, duke refuzuar transmetimet nga ata që devijonin nga rruga e drejtë. Integriteti I tij moral ishte legjendar. Tregohet se gjatë një udhëtimi me anije, Imam Buhariu kishte me vete 1000 dinar ari, gjithë pasurinë e tij për udhëtimin. Një bashkëudhëtar e vuri re këtë dhe I shtyr nga lakmia, thuri një plan djallëzor. Ai nisi të bërtiste sikur I kishin vjedhur parat. Buhariu e kuptoi situatën. Nëse do ta kontrollonin, do t'i gjenin parat dhe do ta quanin hajdut. Kjo do të shkatronte nderin e tij. Dhe nëse nderi I tij shkatrohej, kush do t'i besonte më hadithet që ai transmetonte? Pa u menduar 2 herë, në heshtje, ai nxori qesen me 1000 dinar dhe e lëshoi në thellësinë e detit. Kur e pyetën më vonë, ai tha: "Si mund të lejoja që fjalët e profetit të përlyen me dyshimin e vjedhjes? Paraja ikën e vjen, por besueshmëria nuk blihet." Imam Buhariu nuk është vetëm një emër mbi një kapak libri. Ai është një disiplinë më vete. Në krye qëndron vepra e tij monumentale, e njohur si Sahihul Buhari, që u bë busull në shkencën e hadithit. Po ashtu, ai la edhe vepra të tjera si Edebul Mufred, ku morali profetik zbret në gjuhën e përditshme, Tarihul Kebir dhe Tarihul Sagir, ku emrat e transmetuesve kthehen në histori dhe përgjegjësi, Duafaul Sagir, ku dobësia e hallkave shënohet me kujdes, dhe Halku e Falil Ibad, ku ai hyn në sqarime të holla doktrinare me gjuhë të matur por të prerë. Metodologjia e Imam Buhariut është si një sit e hollë që nuk lejon të kaloj as pluhuri I dyshimit. Një emër I ngatruar, një hallkë e pasigurt dhe e vërteta mund të deformohej për breza. Me bisturinë e kritikës, ai largoi çdo dyshim, duke u siguruar që godina e sunetit të mos ngrihej mbi supet e pasigurta të hamendësimit, por mbi shkëmbin e së vërtetës absolute që lidhej hallkë pas hallke deri te burimi profetik. Kjo saktësi kirurgjikale nuk ishte thjesht akt intelektual, por një liturgji e shenjtë, ku boja përzihej me lutjen. Para se të vendoste çdo hadith në sahihun e tij, ai pastrohej dhe falte 2 rekat namaz, duke kërkuar dritën e qiellit para se të prekte pergamenën. Në fund të jetës, në qytetin e Nishapurit, ai u përfshi në debate keqdashse teologjike rreth shqiptimit të Kuranit. Edhe pse ai sqaroi qartë se Kurani është fjala e Allahut dhe jo I krijuar, aty u desh të saktësonte se zëri ynë, lëvizja e gjuhës son kur e lexojmë, është vepër njerëzore, e krijuar. Mirpo, ky detaj u keq interpretua dhe u përdor qëllimisht për ta shpallur heretik dhe për ta dëbuar nga qyteti. Kur u kthye në Buhara,
emiri i qytetit urdhëroi që Imam Buhariu të vinte në pallat dhe t'u jepte mësim privat fëmijëve të tij. Përgjigja e imamit ishte e prerë, dinjitoze dhe e rrezikshme. Unë nuk e përbuz dijen duke e çuar atë në dyert e sultanëve. Nëse keni nevojë për të, ejani në xhami. Për këtë fjalë, për këtë qëndrim, ai u dëbua nga vendlindja e tij. Njeriu që i dha dritë botës islame mbeti pa shtëpi në çastet e fundit të jetës. Është nata e Fitr Bajramit, viti 256 i Hijretit. Në fshatin e humbur Hartang, pranë Samarkandit, Buhariu i lodhur, i dëbuar, i rënduar nga vitet dhe nga padrejtësia e njerëzve, ngre duart drejt qiellit pas namazit të natës. Ai nuk mallkon, ai nuk kërkon hakmarrje, ai vetëm lutet. O Allah, toka më ngushtua, edhe pse është e gjerë, më merr pranë teje. Zoti e pranoi lutjen e tij. Atë natë, shpirti i Imam Buhariut u largua nga kjo botë në moshën 62 vjeçare. Sot, emiri i Buharas është harruar në rërën e shkretëtirës. Ata që shpifën ndaj tij nuk përmenden më. Ndërkohë, libri i tij është në çdo bibliotek, në çdo universitet, në çdo xhami nga lindja në perëndim. Ai nuk la pas fëmijë biologjik, por çdo student që thot "Kale Resulullah", ka thënë i dërguari i Allahut dhe citon Buhariun, është fëmia i tij shpirtëror. Ai ishte mali i palëkundur i kujtesës, ishte erojtari besnik i fjalës profetike. Ai ishte Imam Muhammed el Buhariu. Allahu e mëshiroft.